Jo, ato të pysë, më vaca, ai komi lexuar ti ke lexuar. Lutem. Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, dy kosovarët e akuzuar për shpionazh dhe veprime kundër rendit kushtetues, kanë dalë sot para gjykatës. Ata akuzohen për bashkëpunim me shërbimet e inteligjencës serbe BIA, duke mbledhur dhe transferuar informacione të ndjeshme në lidhje me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Sipas akt akuzës, Shabani dhe Qerimi funksiononin si agent të BIA-s, duke mbledhur materiale dhe informacione të cilat më pas i transferonin nëpërmjet komunikimeve telefonike dhe takimeve fizike në Serbi. Megjithatë, nëse prokuror vazhdojnë me këtë akuzën, pastaj nëse janë ngatshëm të deklarojnë, do të vazhdojnë me një tjetër. Megjithatë, do të vazhdojmë me leximin e këtë akuzës, nëse panderi nuk kanë ngatshëm të deklaruar, do të vazhdojmë me një tjetër, por që në asnjë rast nuk do të shkelen drejtat e panderit. Mirë, si rregull do të më ngrit në këmbë kur të lexohet akt akuza. Falënderit gjyqtar, përshëndetje për të pranishmit. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, duke mbështetur në dispozitat ligjore të kodit procedurës penale, ka ngritur akt akuzë kundër pandehurve Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi me dhënat e cekura si në proces verbal, sepse i pandehuri Bedri Shabani nga data e pacaktuar në vazhdimsi e deri në momentin e arrestimit të tij me datë 05/06/2024, i pandehuri Bedri Shabani e ka ndihmuar Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Republikës së Serbisë, që njihet si BIA, në formën e mbledhjes dhe dërgimit të informacioneve, dokumenteve dhe materialeve që ndërlidhen me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, përfshirë e prorët e saj, si dhe me ngjarjet dhe objekte specifike të tilla si Spitali Ushtarak i UÇK-s në fshatin Mollopolc të Shtimjes dhe masakrën e Reçakut, në atë mënyrë që i pandehuri të dhënat dhe informacionet një fjalë ja u kishte transmetuar zyrtarit të lartë të BIA-s Srdjan Rosić, përgjegjës për regionin e Pançevës, si dhe kolonel Bogoljub Janićević, ish komandant i policisë së Serbisë për regionin e Ferizajt, gjatë kohës së luftës së Kosovë dhe udhëhec i operacionit policor ushtarak në masakrën e Reçakut, përmes komunikimeve telefonike, postës elektronike dhe takimeve fizike të zhvilluara në territorin e Serbisë, çka me këto veprime i pandehuri ka rrezikuar dhe dëmtuar rendin juridik kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Kosovës, duke e ndihmuar po ashtu BIA-n në krijimin e një narrative të pavërtetë me qëllim që të ndërlidh Spitalin Ushtarak të UÇK-s të Mollopolcit të Shtimjes në të ashtu quajturën Shtëpia Verdh në Burrel të Shqipërisë, kënse janë bërë trafikim organësh, si dhe të vënë dyshim të vërtetën e masakrës së Reçakut, duke kërkuar nga zyrtari i BIA-s dhe Bogoljub Janićević që të ndërmarrin veprime operacionale, të cilat do të shkaktonin një konflikt të gjerë ndërhetik në territorin e Republikës së Kosovës. Me këtë, i pandehuri Bedri Shabani e ka kryer veprën penale shpionazh nga ligji 124 paragrafi 3 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 2. I pandehuri Muharrem Qerimi, nga viti 2012 e në vazhdimsi e deri në momentin e arrestimit të tij me datë 05/06/2024, i pandehuri Muharrem Qerimi e ka ndihmuar Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Republikës së Serbisë, që njihet si BIA, në formën e mbledhjes dhe dërgimit të informacioneve, dokumenteve dhe materialeve të ndryshme që kanë të bëjnë me luftën dhe pjesëtarët e UÇK-s, emrat e provëve të policisë së Kosovës, të AKI-s, IPK-s, pastaj emrat e dëshmitarëve tashmë të njohur të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, pastaj në lidhje me vepra penale të krimit të organizuar, korrupsionin, e të cilat informacione ja ka transmetuar zyrtarit të lartë të BIA-s Srdjan Rosić, përgjegjës për regionin e Pançevës, përmes komunikimeve telefonike dhe takimeve fizike që ka zhvilluar në territorin e Republikës së Serbisë, çka me këto veprime i pandehuri e ka rrezikuar dhe dëmtuar rendin juridik kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj.
Me këtë i pandehuri Muharrem Qerimi ka kryer veprën penale shpionazhi nga ligjë 124, paragrafi 3 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. 3. Po ashtu i pandehuri Muharrem Qerimi nga data e pasaktuar deri me datë 05/06/2024 në Ferizaj, të pandehurit gjatë zbatimit të urdhëresës së gjykatës për urdhë kontroll i është gjetur në posedim pa autorizim një revolver tipit Ekol Tuna me kalibër 8 mm, një karikator me 6 fishek në të, 20 fishek të tjerë me mbishkrimin 11 vis 53, si dhe 4 karikator tjerë me shenjën e gjysmë hënës dhe një rumbullak, të cilat janë sekuestruar nga policia e Kosovës. Me këtë i pandehuri Muharrem Qerimi e ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i pa autorizuar i armëve nga ligjë 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Besnik Berisha, avokati të akuzuarit për shpionazh në bijën serbe Bedri Shabanit, deklaroi para trupit gjykues se klienti i tij nuk mund të deklarohet sot, pasi pak minuta para se të futej në sallë i është dorëzuar një kopje e aktakuzës. Kundër që të lexohet aktakuza, për na duhet me ju njoftu që deklarimi i të akuzuarit ose klientit tim tash për tash është i pamundur. Për shkak se siç e konstatoi gjykata, pak minuta para se ju të hynë në sallë, atij është dorëzuar një kopje e aktakuzës, e cila përveç se është voluminoze, kërkon edhe analizë sqarime edhe nga mbrojtja prej titla në sjelltas, prej se kështu që dhe marrë parasysh të drejtën e tij që para se deklarohet të mjaftohet hollësisht mbi akuzat që rëndojnë dhe ta kuptoj se cilin pretendent të ngritur kundër tij. Dhe se kam frikë se sot nuk kemi kushte për të vijuar në tutje, sepse është e pamundur që brenda këtij afati të shkurtër akuza të lexohet e studiohet edhe zoti Shabani lidhur me fajsinë të deklarohet. Unë kisha një ta kem blec para se të hymë këto. Dhe ma konfirmoj që ka nevojë me e marrë aktakuzën në vete. Kryetari i trupit gjykues Raman Beqiri e ka pranuar këtë fakt se të akuzuarve sot ju është dorëzuar kopja e aktakuzës. Është fakt që aktakuza është dorëzuar sot të akuzuarve, ndërsa mbrojtëses është dorëzuar përmes emailit zyrtar bashkë me ftesën. Po ashtu gjykata ka qenë e detyruar që të veprojë konform dispozitat të KPP-s që parashohin mbajtjen e seancës së shqyrtimit fillestar brenda afatit 15 ditor. Një afat kë brenda të cilit gjykata edhe duhet të ketë në disponim gjitha shkresat e lëndës për t'i analizuar, e që shkresat në këtë rast nuk janë. Edhe i akuzuari Bedri Shabani në fjalën e tij tha se sot nuk ka mundësi të deklarohet për arsyet që i përmendi avokati i tij. Të akuzuarin Bedri Shabani deklarohet, e ke kuptuar këtë akuzën? Akuzën bëjtë zuri njërë mirë, këtë akuzën nuk të deklarohin në këtë moment, në një sens tjetër. I përkëroj, konstatuar i pandehuri, jo atë. I pandehuri Bedri Shabani deklaron se unë pajtohem me ato që tha mbrojtja, që tani për tani nuk mund të deklarohet, derisa të kam mundësi që ta lexoj aktakuzën mirë, prandaj për këtë më nevojitet një afat. Sa të nevojitet në vetë? Normal gjinja pas. Jo, ato të pysëm, avokata, e kom i lexuar, ti ke lexuar. Lutem. Ideja është para fakt se na duhet më koordinu me datë. Prandaj, po ju e dini, po mendoj që
në këtë aspekt, po na pyes me ato, se besoj që ai ka mi lexuar, sa i nevojitet ku mi lexuar. Nëse e lexon për një orë ty, na jem gatshëm po mendoj. Jo, në rregull, po. Ju po doni disa ditë. Po. Ndërpritet seansa e shkurtimit fillestar.